Fillimisht do ta nisim me ngjarjen e rëndë në Maqedoninë e Veriut. Banorët e Koçanit dolën sot në rrugë për të protestuar duke kërkuar hetim të drejtë dhe llogaridhënie për tragjedinë në diskotekën Puls. Pas përshkallëzimit të protestës në qytet ditën e hënë, gjatë së cilës u demoluan dhe objekte të ndryshme të pronarit të klubit, por dhe godina e komunës. Tubimet e këtyre ditëve po zhvillohen në një atmosferë të qetë. Nga ana tjetër, edhe në Shkup sot 10 qytetarë u mblodhen në parkun e qytetit me një orë heshtje për të nderuar viktimat, ndërkohë që qeveria thotë se po e përcjelli me vëmendje situatën dhe po apelojnë që të mos spekulohet dhe më me të tjera të pavërteta dhe narrativa manipuluese lidhur me këtë hetim. Qeveria kërkoi që thirrjet për destabilizim të mos pengojnë hetimin. Ne nuk do të donim të lejohen pengesa nga rrjetet të ndryshme përmes thirrjeve për destabilizim dhe skenarëve të ndryshëm dhe në asnjë mënyrë të dëmtonin këtë proces. Të gjithë duhet të dalin më të fortë nga kjo drejtësi e realizuar, kanë thënë dhe përfaqësuesit e saj. Ndërkohë që duhet të rikujtojmë që përgjatë këtyre ditëve ka patur protesta, ka patur dorëheqje, njëkohësisht situata ka nisur edhe vazhdimsinë e këtyre hetimeve të cilat ka nisur që prej ditës së diel para javën e shkuar, ku fatkeqësisht në orën 3:00 të mëngjesit 59 persona kanë humbur jetën për shkak të një zjarri. Ndërkohë,